Selamu alaikum. A mendoj unë edhe ti se jemi më të mençur se pejgamberi alayhi salatu wasalam? Ndoshta kjo pyetje po të habit në fillim. Nuk është pyetje që mundesh mi dhënë lehtë përgjigje. Ne asnjëherë s'do mend që kur s'mundemi me arrit mençurinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Se realisht pejgamberi alayhi salatu wasalam kishte shpallje hyjnore. E shpallja hyjnore është më e drejta për mua e për ty. I dashur vëlla, e nderuar motër. E fillova me këtë fillim pasi që dua ta trajtojmë një temë e cila ndoshta nuk ka njeri që ekziston këtë botë, e nuk ka njeri që mendon për këtë botë, e nuk ka njeri që dëshiron me arrit lumturinë e vet, që se mendon që ndonjëherë në jetën e vet do mu martu. E nëse do të flasim për martesën edhe dashuria e cila bëhet në atë rrugë që Allah e kërkon e që ne përkthejmë ndryshe dashuria halal. Pyetjen e parë cilën e bëra është pyetje pasi që disa tri në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, tri që ndoshta pi dashurisë të madhe të fesë Allahut azza wa xal, ata dëshironin që ta adhuronin Allahun vazhdimisht. Disa prej tyre thanë ne do ta xherojmë çdo ditë dhe s'do të martohemi. Disa tjerë thanë që ne do të falemi namaznate dhe s'do të martohemi. E disa tjerë me disa arsye tjera që ta realizojnë adhurimin ndaj Allahut pa pengesa, sepse ata e mendonin se martesa është pengesë. Martesa asnjëherë s'është pengesë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur i ndëgjoi këto debate, kur i ndëgjoi këto fjali prej disa djelmoshave që e duan dinin e Allahut edhe e duan fenë e Allahut, në atë moment pejgamberi alayhi salatu wasalam i tuboi këto djem dhe u tha një fjali. Ju tha, unë edhe martohem, unë edhe adhuroj Allahun, unë edhe agjëroj edhe gjitha i bëj, por përsëri martohem. Andaj, suneti pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe martesa është një adhurim që ti në momentin që realizon ti adhuron Allahun azza wa xal. I dashur vëlla, e nderuara motër. Kur e kuptojmë nëse jemi brenda muajit bekuar të Ramazanit, shumë prej trive edhe trejave këtë çastin e martesës ndonjëherë e shohin si çasti që ndoshta nuk është afër meje, ndoshta ende kam kohë. Shumë tri mendojnë se ende është i ri dhe ende ka kohë për të martuar. Po është gabim kjo çastje. Në momentin që ti vetëm pak e sheh veten tënde të pjekur dhe e ke arritur moshën ndoshta mbi 20 vjet, për ty është obligim martesa. Martesa është adhurim sepse duke u martu ty e kënaq Allahun azza wa xal. E kur je në adhurim, a mundesh me bëj çka dush ti? Nuk mundesh me bëj çka dush ti kur je në adhurim. Sikur që je në namaz, a mundesh namaz mi bëj disa gjeste që i ban gjatë jetës tënde? Po s'mundesh mi bëj. Andaj kur e kupton martesën se është adhurim, atëherë kupton drejt, ama e kupton drejt se pasha Allahun, kur ti martohesh, Allahu gëzohet, e me martesën tënde do të vijnë pasardhës të hajrit, e me ardhen e pasardhësve të hajrit, Allahu azza wa xal do ta ngritë fjalën e tij në mesin e njerëzve. Dashur vëllezër, e të nderuara motra. Kur ndalemi edhe reflektojmë mbi ajetet kuranore, se Allahu azza wa xal çfarë ka diskutuar për ata të cilët martohen dhe si Allahu azza wa xal na ka urdhëruar që ne të martohemi, unë do t'i potencoj disa ajete. I pari ajet që dua ta bizetoj, Allahu azza wa xal thot: "Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma." Allahu azza wa xal kur flet në ajetin e martesës, në ajetin që besimtari dhe besimtarja e lexon drejt me shikim drejt, e mendon këtë çast në një moment dhe duhet ta reflekton veten e vet. Allahu azza wa xal martesën e ka bërë për disa qëllime më tepër se sa ne çka mendojmë. Ne kur mendojmë për martesën, çfarë mendojmë? Mendojmë vetëm për dashuri, po është gabim kjo çastje ta mendosh se duhet mendosh vetëm për dashuri. Allahu azza wa xal kur flet për martesën i jep dy komponente shumë të mëdha dhe shumë decide. E para është mawadda, që është dashuri që ngërthehet me respekt, edhe e dyta është rahme, që është ajo respekti i madh, që është ajo mëshira e madhe që ti duhesh me kuptu drejt. Kur të martohesh, a mendon se martesa jote do të jetë martesë afatgjate, martesë që nuk do të mbaron vetëm këtë botë, por do të vazhdon edhe në ditën e gjykimit edhe në xhenet të Allahut, nëse ti e mendon vetëm me dashuri? Po është gabim i madh që ta mendosh martesën vetëm dashuri. Martesa ngërthen shumë gjëra tjera brenda vetes vet. Martesa ngërthen respekt, martesa ngërthen mirëkuptim, martesa ngërthen kur ti nuk mund ta ballafaqosh bashkëshortin apo bashkëshortën tënde në këtë rast, kur ka probleme, kur ka kërkesa tepërta, ti jesh i mëshirshëm këtë rast. E i dashur i ri e dashur e re. Në këtë moment po dua ta tregoj edhe një ajet tjetër ku Allahu azza wa xal na drejtohet në librin famullar, në Kuranin Fisnik, ku thot: "Fankihu ma taba lakum min an-nisa."
Martoni ata gra të mira që i shifni para vetës dhe që dëshironi ta mirëni një grua të mirë. A dëshiron ndonjë i ri dhe ndonjë e re ta merr bashkëpunëtarin e vet tjetës vet që nuk është i mirë? Nuk e dëshiron asnjëri, duhet ta marrësh atë e cila të pëlqen. Po kur flasim tek pëlqimi, tek e reja dhe tek i riu, si e mendojmë ne pëlqimin? E mendojmë pëlqimin vetëm anën fizike, po shpesh herë ata tri dhe ata treja që martohen për anën e bukur fizike e dështojnë martesën e tyre. E dështojnë sepse qëllimi është shumë i vogël. Qëllimi këtu në këtë ajet kuranor, kur flet Allahu Azza wa Jall që ti martoni ata gra, në këtë kontest ajetit kuranor është edhe e kundërta, që ti martoni ata burra që mendojnë, do të thonë që e shohin pëlqim palën tjetër, këtu flet shumë qartë ajeti kuranor. Pëlqeje atë cilën e pëlqen Allahu. Çfarë pëlqen Allahu Azza wa Jall? Allahu Azza wa Jall e pëlqen atë brendësinë e mirë. E brendësia e mirë nuk mund drejtohet vetëm se duke e dashur dinin e Allahut Azza wa Jall. Andaj nëse dëshirojmë që ne ta kemi një martesë suksesshme, që nuk ka njeri që në jetën e vet e dëshiron divorcin. Martesa e suksesshme është ajo martesë që vazhdon këtë botë dhe vazhdon edhe në ditën e gjykimit dhe do të vazhdon në xhenetin e Allahut, ndërsa martesë e dështuar është ajo martesë që brenda jetës tënde ti bën divorc. Ne dëshirojmë t'ju mësojmë juve se si të bëni divorc. Ne dëshirojmë t'ju mësojmë juve se si ta keni një martesë suksesshme. E dashur i ri e dashur e re. Unë po dua të ndalem disa pika që ta kuptojmë më drejt ende këtë çështje dhe këtë temë që po e flasim në këto ditë më të mira që Allahu Azza wa Jall i zbret brenda një muaji. Po dua të flas për atë tri dhe atë tre, atë beqar dhe atë beqaresh që e ka dert shumë se si ta krijon një martesë, një lidhje bashkëshortore në mënyrën halal. A e dini sa tri e treja e dështojnë një pikë që dhimbet nga brendësia e shpirtit. Shumë tri dhe shumë treja ja lëndojnë njëri tjetrit zemrën sepse dashurohen dhe mendojnë vetëm për pamjen fizike. Në momentin që mendon vetëm për pamjen fizike, pasha Allahun do të vije dita që ajo do të kalon, por do të mbetet ajo që e ka pat brenda vetës. Andaj ti i ri dhe ti e re, që ende je beqar dhe beqaresh dhe mendon se si duhet ti të martohesh. Unë po të them, në këtë muaj të ndryshimit, në këtë muaj që ti duhesh me besu se Allahu Azza wa Jall ti realizon krejt ëndrat e tua, po drejtohem me një lutje dhe me një këshill shumë sinqert. Këshilla ime është sot. Mendoje se ti tani je në vështirësi shumë të madhe. Dhe kur njeriu është në vështirësi shumë të madhe, shpesh herë kërkon ndihmë prej njëri tjetrit. Edhe kur kërkon ndihmë prej njëri tjetrit, ti kërkon për të zgjidhur problemet e tua. Unë sot po të them, mos kërko prej askujt ndihmë. Kërko vetëm prej Allahut Azza wa Jall. Nëse tu ka vështirësu kismeti jot, nëse tu ka vështirësu që ti të fejohesh e të martohesh, sot apo në këtë ditë drejtoj duar drejt Allahut Azza wa Jall dhe kërkoj Allahut ashtu siç kërkon fëmia prej nanës edhe prej babës kur dëshiron të marrë diçka me një ngulm shumë të madh. Kërkoj Allahut Azza wa Jall që o Zoti plot fuqishëm, ma plotso kismetin tim dhe ma mundësot që të martohem apo të fejohem në rastin e parë dhe pastaj të martohem që edhe unë ta du dikan. I dashur vëlla, nderuar motër, e di që ndonjëherë jeta të vështirësohet shumë. E di që ndoshta ndonjëherë ti e mendon më ndryshe jetën, po kuptoje drejt se Allahu Azza wa Jall është ai i cili do t'i hap çdo dyrë tëndën që tu ka mbyll për kismetin tënd. Andaj, ne duhet ta kuptojmë drejt një çështje. Ne duhet ta kuptojmë se dini Allahu Azza wa Jall i ka zgjidhur gjitha problemet, i ka zgjidhur gjitha hallet që ti ndoshta i sheh se nuk mund zgjidhen në jetën tënde. E unë dua t'i jap disa zgjidhje që ti duhesh mi bëu realisht në jetën tënde. Ti i cili ende je beqar apo ti i cili je i martuar. Martesa, kur flasim për martesën, ne duhet ta krijojmë atë ngjarjen e parë që nuk ka pasur ngjarje para kësaj ngjarje. Ngjarja e parë është që Ademi alayhis salatu wassalam u kriju në xhennet. Edhe çdo njeri prej neve e din që Ademi alayhis salam është krijuar në xhennet, por fillimisht Allahu e ka krijuar vet. Ademi alayhis salam ishte i lumtur. Ademi alayhis salam u kënaqte në xhennet. Ama në këtë rast Ademi alayhis salatu wassalam asesi nuk u bënte rahat. A dini pse nuk u bënte rahat? Sepse nuk e kishte në krahun e vet bashkëshortën e tij. E unë sot po të them shumë drejt. Nëse do me qenë rahat në jetën tënde, nëse do me qenë rahat në familjen tënde, nëse do me qenë rahat që të jetosh shumë i qetë, do të thonë në jetën tënde që e ke para vetes, duhesh të martu. Ti i cili nguron të martohesh,
ti i cili nguron që të martohesh dhe ta realizosh një sunnet pejgamberit alayhis salatu wasalam, sepse për ata të cilët nuk martohen është një kërcënim drejt për drejt prej pejgamberit alayhis salatu wasalam. Pejgamberi alayhis salatu wasalam thot, ai i cili nuk martohet dhe ai i cili në këtë rast hadithi flet për ata të cilët nuk martohen me dëshirë, sepse dikush mund të mos martohet shkaku i smundjeve të veta apo shkaku i disa arsyeve që ka arsye shumë të arsyeshme që nuk martohet. Po flasim për ata të cilët e kanë mundësi për të martu dhe nuk janë duke u martu, thot nuk janë prej sunnetit tim. Kjo i bie që ti i cili nuk martohesh me qëllim që unë të bëj zina, unë të ndroj disa partner të jetës time, kjo të bën ty njeri të shturur. Andaj nëse dëshiron që ta rush moralin tënd, nëse dëshiron me rujt fejen tënde, plotësoje imanin tënd, sepse Allahu Azza wa Jall prej qëllimeve kryesore që e tha tek martesa dhe tek dashuria halal, kur thot pe Allahu Azza wa Jall thot që ju bani prehje për njëri tjetrin. A dini çka është prehje? Prehje është kur ti ki boshllëk në zemrën tënde, gruaja jote apo burri jot ta plotson boshllëkun tënd. Por nuk ka më mirë se sa ti ta plotsoni njëri tjetrin. E un po dua të flas edhe pak në këtë drejtimin e martesës dhe dashurisë halal. Ne mendojmë që dashuria halal është dashuri vetëm që është Allahu Azza wa Jall i kënaqur me dashuri. Pajtohem edhe unë që është kjo, por ne dëshirojmë që një synim ta kemi edhe më të lartë. A dini çka është dashuria halal? Dashuria halal është që ti e fillon dashurinë këtë botë dhe nuk e mbaron këtë botë. Ti e fillon këtë botë dhe e vazhdon edhe në xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Po ku ka martesë më të begatshme, ku ka martesë më të mirë se sa ajo martesë që kur të hysh ti në shtëpinë tënde si burr, gruaja jote të çetson ty. Po edhe kundërta, kur gruaja kthehet në shtëpi, burri e pret në shtëpinë e vet, burri gëzohet dhe e rahaton gruan e tij në momentin që vjen në shtëpi. A dini cila është në këtë rast martesa e dështuar? Që ti jeton në shtëpinë tënde, ndërsa qoftë burri, qoftë gruaja është shejtani që është brenda shtëpisë tënde. Martesa nuk lip me qenë mi shkaktu gajle, mërzi, depresion, bashkëshorte dhe bashkëudhëtari tanë jetën tënde. Ti si grua që nuk e qetëson burrin tënd me fjalë të mira kur kthehet prej punës, prej angazhimeve të veta, kuptoje drejt se nuk je duke jetuar një martesë të rehatshme, një martesë që e kërkon Allahu Azza wa Jall. Allahu po thotë që qetësia është mes atij çifti që është martuar në momentin kur ata e gjejnë prehjen te njëri tjetri. Çfarë prehje ti grua je duke i sistemuar edhe i duke i dhuruar burrit tënd, apo e kundërta, çfarë prehje burri është duke i dhënë gruas në momentin që fjalinë e parë, fjalinë e dytë e shan gruan e tij. Duhet të jemi të vetëdijshëm, sepse martesa është adhurim. Martesa e gëzon Allahun, por martesa e lumtur dhe martesa që vazhdon vazhdimisht me lumturi. Ne kuptojmë që do të kemi probleme në martesë, se nuk ka martesë pa probleme, po jo gjithë jeta jote si burr dhe si grua të martuar në shtëpinë tuaj ti të gjithmonë me probleme. Ku është lumturia në këtë rast? Andaj po drejtohem në këtë muaj të Ramazanit, ndrysho oj ti grua raportin tënd me burrin tënd, bëhu grua më e mirë. Edhe e kundërta, ndrysho o ti burr i cili e ke një emanet në dorën tënde, emaneti jot është gruaja jote, bane gruan tënde më të lumtur në jetën tënde. Andaj nëse e kuptojmë këtë çështje kështu dhe e kuptojmë këtë çështje që ne e respektojmë Allahun Azza wa Jall, ne e respektojmë sunetin e pejgamberit alayhis salatu wasalam, ashtu siç jemi obliguar, nuk ka gjasa teorike që ne ta kemi një martesë dështuar. Andaj njeriu më i mirë është ai njeri i cili është më i mirë me familjen e tij. Pejgamberi alayhis salatu wasalam na e la këtë emanet. Andaj unë për fund dua ta përfundoj me hadithin e pejgamberit alayhis salatu wasalam, i cili thot më i miri për jush është ai i cili është më i miri me familjen e tij, e unë kam qenë më i miri me familjen time. Andaj mos haro, bëhu më i mirë me familjen tënde, sepse familja jote të ngritin këtë botë edhe në botën tjetër. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.